Zgjedhja e parakohshme parlamentare të mbajtura të dielën në Kosovë nuk kanë sjellë zgjidhjen e krizës politike që ka përfshirë vendin prej muajsh. Përkundrazi, rezultatet paraprake tregojnë një skemë politike dhe më të fragmentuar, duke e bërë më të vështirë krijimin e institucioneve të reja. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas numërimit të mbi 99.9% të votave, lëvizja vetëvendosje drejtuar nga Albin Kurti ka siguruar rreth 42.91% të votave, një rezultat më i ulët krahasuar me 49.3% që kishte marrë në zgjedhjet e mëparshme. Rënja e mbështetjes elektorale që vështirëson pozicionin e Kurtit në përpjekje për të siguruar shumicën e nevojshme parlamentare, përveç pamundësisë për të garantuar votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të vendit, vetvendosja nuk duket si ka të vetme numrat për formimin e qeverisë së re, çka e shtyn drejt negociatave për koalicionin të mundshme. Megjithatë, pak pas mesnatës, nga sheshi qendror i Prishtinës, Kurti u shfaq optimist dhe bëri të ditur se do të nisë kontakte me të gjitha subjektet politike për të diskutuar mbi formimin e institucioneve të reja. Nga ana tjetër, partitë opozitare kanë shënuar rritjen e lehtë. Partia Demokratike e Kosovës, e përfaqësuar nga Bedri Hamza, ka arritur 21.13% të votave, duke ruajtur pozicionin si forca e dytë politike në vend. Rritjen më të madhe ka regjistruar Lidhja Demokratike e Kosovës nga 13.6% në zgjedhjet e kaluara. LDK ka arritur në afër 17.56% të votave. Kryetari i saj, Lumir Abdixhiku, e cilësoi këtë rezultat si rekuperimin më të madh të një force politike në vend. Në vendin e katërt është rënditur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e drejtuar nga Ardia Angjini, e cila ka siguruar rreth 7.16% të votave, duke përmirësuar rezultatin krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Rritje ka shënuar edhe lista serbe, e cila ka kaluar nga 4.8% për rreth 6.19% të votave. Një tjetër element i rëndësishëm i këtyre zgjedhjeve ishte pjesëmarrja me ulët e qytetarëve, nga afro 1.960.000 votues me të drejtë vote në proces morën pjesë rreth 723.000 qytetar, ose 36.88% e elektoralit, dukshëm më pak se 45% që ishte pjesëmarrja në zgjedhjet e dhjetorit 2025. Rënja e pjesëmarrjes në më shumë se 200.000 votues interpretohet nga analistët si një shenjë lodhjes së qytetarëve përballë krizës së zgjatur politike dhe pamundësisë së klasës politike për të gjetur një zgjedhje të qëndrueshme institucionale. Rezultati i së dielës e lë të hapur një periudhë të renegociatash, ku formimi i qeverisë së ardhme mbetet ende i pasigurt.